Kosova pas humbjes shansës, apo mosdoshjes për ta bërë president Adem Demirçin ka shansën historike për ta bërë president me 110 vota shqiptare, nëse duhet. Kush mund t'i bëj 110 vota shqiptare? I ban Murat Jashari. Je i sigurt për? Sigurt. 110 është shumë. 110 pa listën serbe. Ta ketë 100% në gjitha... 100%. Po? Se s'ka kur fare arsye, mos më votu. Gjitha kushtet që përmeni Kadriu i plotëson. Unë jam konë gjithmonë edhe jam kundër emnime politike. Gjithë presidentët që kanë qenë deri në tani, si Hashim Thaçi, si Diu, si Paculli, si Vjosa-Osmani, gjithë ka qenë kryetar partive. Ata mirë formojnë ka ndërheqje nga partia, ditën kanë u kon president, mas ditën mbrome me partinë e vet. Kanë qenë president partijak po? Partijak të gjithë. Të gjithë? Përveç atë fetës që ka qenë e Zorfës. Gjithë kanë qenë partijak. Hashim Thaçi kryetar partije, Paculli partije, Diu partije, gjithë kanë qenë partijak. Edhe kjo vërtetua edhe tash në fund. Aja përshtati vetëvendosjet Vjosa-Osmani ditën e zgjedhjeve, ja përshtati. Se është për partinë e vetë, për njështë e vetë që kom rena. Për mua, Vjosa-Osmani s'ka qenë kur e njanshme ka qenë. Gjithë, s'ka qenë president gjithë shqiptarë, nuk ka qenë.